Aksioni për vënie në gatishmëri të institucioneve të arsimit parauniversitar për vitin e ardhshëm shkollor, Bashkia Gjirokastër e ka nisur nga kopshti Shpresa Dema, i cili frekuentohet nga 50 fëmijë, shumica prej tyre rom. Drejtori i Drejtorisë së Arsimit Ylli Muho thotë se si një nga kopshtet që nuk është vendor prej vitesh, do t'i nënshtrohet rikonstruksioni të plot. Ne nuk jemi fokusuar thjesht tek fasada, por këtu bëhen instalimet elektrike nga e para, instalimet hidraulike, me remetime në kuzhinë për të shmangur vatrat e lagështirës, tualetet e fëmijëve që është ndërhyrë në tualete, dhe dora e fundit do t'i jepet ngjyrat në përshtatje me arkitekturën e qytetit të Gjirokastrës. Disa ditë më parë, problematikat e institucioneve shkollore u prezantuan gjatë një takimi të zhvilluar me drejtuesit e tyre, mbi të cilat është hartuar dhe kalendari ndërhyrjeve nga Drejtoria e Arsimit në Bashkinë Gjirokastër. Në vimësi, ne me të mbaruar me kopshtin këtu në Lagjën Sinxhira, do të fillojmë me shkollat e qytetit Gjirokastrës, por edhe të fshatit. Jo më largë se para 2-3 ditësh, ne bëm një analizë të përbashkët me zyrën vendore arsimore Gjirokastër Libohov, cekëm gjithë problematikat që kishin drejtorët e shkollave, kemi bërë një kalendar veprimi dhe pas mbarimit të punimeve këtu, ne do të vijojmë me shkollën Naim Frashëri për ta kthyer shkollën vërtet në parametrat e duhur. Edhe aty do të ndërhyet në instalime hidraulike, instalime elektrike, në meremetime të ndryshme dhe në fund do të jepet një fasadës, do të ketë një pamje krejt ndryshe dhe krejt të veçantë. Puna do të vijojë gjatë gjithë sinës së verës, pasi problemet janë dihet tashmë viti akademik lëmbrapa edhe probleme aty këtu në infrastrukturën e shkollave dhe baza materiale është e siguruar. Punëtorët janë të motivuar për të bërë punë të mira dhe me cilësi dhe nuk na trembet syri për vitin e ri akademik për ta mirë pritur ashtu siç e meriton Gjirokastra dhe komuniteti gjirokastrit. Në Bashkinë Gjirokastër numërohen 33 godina të arsimit parauniversitar.